Shikues të nderuar, kemi ardhur në Tiranë tek miku jon I vjetër, miku I emisionit tim, zotëri Alfred Cako. Faleminderit shumë që na pranove Cako për intervistën. Faleminderit juve për këtë mundësi që po më jep. Faleminderit ti që na dhove mundësinë edhe që na pranove përsëri. Është hera e dytë nëse s'ka bëra. Po pres edhe me një mik tjetër të ri që jemi shtuar këtu në zyrë. Kjo kush është kjo Tomi, a? Ky është Tomi. Kemi edhe Xhesin andaj. Janë vllai mot. Nuk është Ilfigeria, se Tomi Ilfigeria. Apo im drejtën tem se unë te njimi për tema interesante edhe zakonisht të kanë dalë temat ato që I ke thonë, domethënë dikun 5-60% më sa më shumë të kanë dalë ato që I ke thonë. Çfarë mendoni Cako me ardhen e Donald Trump pushtet? A do të kemi alianca të reja në botë edhe gjeopolitika të ndryshme, a do të ndryshojnë hartat e botës? Po sigurisht, nëse Trumpi do t'i realizojë ato qëllimet e veta, sepse ka armiq të mëdhenj, ka globalistët ose kabalën, që është City of London, bashkimi I financave të çifutëve të Londrës dhe financierëve britanik, me familjen mbretërore Windsor, këta së bashku me Vatikanin janë dy polet kryesore të kabalës që kanë qeverisur botën duke çuar drejt një qeverie globale. Por sistemi që ata kishin ndërtuar këto 200-300 vjet, që ishte sistemi me zgjedhje ku marrin pjesë edhe turmat, masat, kishte një defekt se sado që mund të manipuloheshe, përsëri kur rezultati ishte shumë I lartë, manipulimi ishte I vështirë. U përpoqën Shtetet e Bashkuara që nëpërmjet sistemit drejtësisë, ashtu siç bën tash në Francë me Marine Le Pen, ta eliminonin Trumpin duke e thirrur në shumë procese gjyqësore, po për shkak të sistemit të sofistikuar amerikan që është shumë I decentralizuar në sistemin federal të drejtësisë të Shtetet Bashkuara, nuk patën mundësi që për një periudhë të shkurtër kohore, 4 vjeçare, të mund ta eliminonin nga konkurenca presidentin Trump nëpërmjet një dënimi që ata u përpoqen t'ia bënin. Tashi bota është ndarë në dy pjesë, në globalist dhe në patriot ose antiglobalist, ku në krye qëndron sigurisht presidenti Trump, I cili u mori globalistëve vendin më të fuqishëm të botës, shtetin më të fuqishëm të botës. Dhe njëkohësisht me një lëvizje antiglobaliste kishte dalë Putini, të cilit po I afroheshin financierët botëror për ta pushtuar për shkak se prerja e paras në Rusi nuk beheshe nga familjet e fuqishme të financierëve çifut të botës, si Rothschildet, Warburgët e të tjerë, të cilët kontrollojnë emisionin e paras. Pothuajse të gjitha luftrat në botë janë bërë për emisionin e paras, pavarësisht se janë gjetur shkaqe të ndryshme, gjoja në dukje, sikur beheshin për këta, u grind Meksika me këta, u grind me ata, dhe për këta u bë lufta. Në fakt, luftrat janë nxitur nga Rothschildet për të shënë në dorë në fund, pasi mundte shtetet që nuk pranonin të prisnin paran ke këta, atëre ata I detyronin që pasi mundnin që kushti kryesor është ky që parën do ta prisnin ke ne dhe ne do jemi pronarët e paras. Dhe për këtë arsye u bë lufta dhe në Afganistan dhe deshin të bënin dhe rrethimin e Rusisë. Por Putini, I cili me strategët e vet ushtarak e mendovi se përgjigjja më e mirë ishte sulmi, e sulmoi kabalën e cila ishte duke I vajtur ke portat duke rrethuar, po përpiqeshin të fusnin Ukrainën në NATO, po përpiqeshin të fusnin Gjeorgjin në NATO, ta rrethonin dhe nga jugu Rusinë, dhe Putini duke parë që NATO-ja dhe vendet perëndimore po luanin me djallëzime kundrejt Rusisë dhe kërkonin që ta shtinin në dorë Rusinë dhe pasuritë e saj të pamata, resurset e saj të pamata, atëherë ai reagoi dhe veproi para kohe duke e çuar situatën kështu siç e shikojmë sot mbas luftës në Ukrainë. Dhe sigurisht ardhja e Trumpit në aleancë me antiglobalistin tjetër që është Putini, e ka ndryshuar politikën botërore. Trump është duke u tërhequr nga NATO-ja. NATO-ja de facto nuk ekziston ashtu siç ka qenë, do të jetë vetëm një NATO evropiane, por jo amerikane, e cila kishte peshën kryesore. Anglo-amerikane? Anglo-amerikane, po patjetër janë prishur sepse Trumpi shpalli ambicien e tij për të marrë Kanadan, e cila është
është një pjesë e Commonwealthit, pjesë shumë e rëndësishme. Kjo do të thotë që Trumpi është afruar me Putinin. Trumpi po bën koalicion me Putinin si dy fuqi të mëdha bërthamore, më të mëdha në botë. A do të kemi shtete të reja në botë? Por Trumpi vështirësitë më të mëdha, luftën më të madhe do ta ketë me globalistët që ka brenda Amerikës, me ata që ju quante këneta, sepse ata janë shumë të fuqishëm dhe kanë struktura të organizuara me qindra vjet dhe duke u përpjekur të largojë administratën e vjetër të globalistëve, po bën njerëz shumë të fuqishëm armiq Trumpi dhe nga brenda do të ketë luftën më të vështirë si që ndodhi në vitin 2018 kur pas vrasjes së një njeriu me ngjyrë aty ju e mbani mend që do gjithë Amerika dhe Trumpi de facto s'kishte më pushtet mbi qytetet amerikane pasi lëvizje të ndryshme të këtyre njerëzve me ngjyrë si BLM, Black Lives Matter, pothuajse shkatruan çdo objekt kulturor që ishin në përqendrat e qyteteve duke i kthyer me një vandalizëm të papar, duke i quajtur shumë figura të mëdha që kanë bërë historinë e Shteteve të Bashkuara që nga Kolombi si kolonizator dhe si uzurpator të fuqisë që kishin pasur popujt indigjen vendas aty. A do të ketë zhbërje të shteteve, domethënë me ordra të reja në botë me ordhën e Trumpit? Po, vetë globalistët kanë pasur në plan ndryshimet e kufijve. Ndryshimet e kufijve nuk ndodhin spontanisht, por organizohen nga lart dhe është një institut që merret me këtë punë në botë, i cili ka dhe degë të ndryshme, pothuajse në të gjitha vendet në ndikimin e ideve perëndimore, që nga lindja deri në perëndim, që nga Japonia deri në Shtetet e Bashkuara dhe Kanada. Ky institut qendror quhet RIA, e ka akronimin që do të thotë Royal Institution of International Affairs, Instituti Mbretëror për Marrëdhëniet me Jashtë, dhe në Amerikë ta kanë krijuar CFRN. Dhe vazhdimisht që nga koha kur Amerika krijoi pavarësinë e saj me 1776 nga Anglia, kur etrit themelues kërkonin që të ishte një shtet i pavarur, Anglia nëpërmjet manovrave të ndryshme dhe duke përdorur Kanadan, është përpjekur ta kalojë Amerikën në anarki dhe pastaj ta shtinte në skllavërinë e thonjve të City of London. Dhe pothuajse po ja arrinin kur nëpërmjet një institucioni okult siç është Skull and Bones ose Kafka dhe Kocka që quhet Universiteti i Yale-it, që është nën kontrollin e kabalës, arriti që presidentët qoftë nga Partia Republikane, qoftë nga Partia Demokratike, të ishin nga ky urdhër sekret i Iluminatit botëror. Madje edhe kandidatët kanë qenë edhe kandidatët, por edhe zëvendës presidentët vitet e fundit kanë qenë nga Universiteti i Yale-it, që me George Bush Juniorin, me George Bush plakun, po sidomos me George Bush Juniorin, ku si George Bush ashtu dhe Al Gore, kandidati tjetër demokrat, vinin nga Universiteti i Yale-it në Connecticut, që është një nga urdhrat okult të Iluminatit botëror, Skull and Bones, Kafka dhe Kocka. Dhe Anglia në këtë kuptim ka qenë gjithmonë armike me Amerikën dhe ka dashur ta kalonte drejt anarkisë dhe drejt shkatrimit Amerikën, mirë po ardhja e Trumpit e shkëputi koalicionin djallëzor anglo-amerikan dhe çliroi Evropën nga thonjt e kabalës që thonjt ushtarak që ishin me qendër në Shtetet e Bashkuara, në Ushtrinë Amerikane, dhe Evropa më në fund u la e lirë, është duke u larguar ushtria amerikane nga Evropa, sepse Evropa është e pushtuar Gjermania dhe Italia prej 100 vjetësh. Po tashi ka dy vektorë të fuqishëm në lojë. Nga njëra anë janë antiglobalistët që janë Trumpi me Putinin, cilët duan të realizojnë një marrëveshje paqe në mënyrë të njëanshme, me luftën që nuk e nisi Trumpi, po e nisën kabalistët e Bidenit, dhe nga ana tjetër është kabala e cila sundon Evropën nëpërmjet politikanëve të sotëm që nga Ursula si quhet ajo, Ursula von der kjo kryetarja e Komisionit Evropian. Që nga kjo Ursula duke vazhduar me Macronin, duke vazhduar me Starmerin në Britani. Britania gjithmonë ka qenë armike e Evropës dhe është kujdesur që Evropa mos binte në një dorë
dhe ka bashkëpunuar për këtë qoftë me bolshevikët rusë, cilët i solli vetë Britania në pushtet, qoftë edhe me Shtetet e Bashkuara. Britania ose Kabala nuk ja fali Francës, e cila dha kontribut në krijimin e Shtetit të Lirë Amerikan me 1776 nëpërmjet disa ushtarakëve të saj që i dërgoi atje që organizuan rebelimin, po edhe rusëve, të cilët gjatë kohës që Britania përgatiti luftën civile me 1861-1866, luftën civile në Shtetet e Bashkuara, kur ishte Abraham Lincoln, edhe rusët që ndihmuan Abraham Lincoln që mos ndahej Amerika, britanikët nuk ja falen duke ekzekutuar familjen Romanov me kongresin, domethënë mbas revolucionit tetorit me 1917. Dhe tash nga përplasja e këtyre Kabalës me qendër në City of London, dhe me qyteti financiar në qendër të Londrës dhe dhe Rusisë me Amerikën nga ana tjetër, do të ketë sigurisht përplasje dhe mund të ketë ndryshime të kufijve. Po vetë Kabala ka kërkuar që të kishte ndryshime kufish. Kush prej tyre do të zhbësi si shtet ndaj një shtet që më morë shembull? Këta globalistët kanë pasur në plan që në Ballkan të krijohej arksigjeta myslimane ballkanike deri në vitin 2033. A do të ekzistojë për shembull Maqedonia si shtet sa kohë? Po, për Maqedoninë ka patur disa skenar, një ka qenë që të ndahet në mes shqiptarëve dhe bullgarëve. Shteti Maqedonas ka pasur probleme për kudo kalonin qytete të tilla të rëndësishme si Shkupi dhe Ohri. Ka pasur një ide tjetër që të rinte e bashkuar, e cila nga instituti Chatham House i Londrës, që është instituti që merret me kolonitë ose me vendet e botës së dytë dhe të tretë, është diskutuar që mund të linin dhe një shtet të vogël me qendër Shkupin, me qendër shumë të vogël, janë një pjesë që janë kryesisht ortodoks me origjinë shqiptare, që janë slavizuar nga gjuha për shkak të kishës, po që nuk e ndjejnë vetëm bullgar dhe për shkak të fesë nuk e ndjejnë mirë as me shqiptarët, dhe ata duan të krijojnë një identitet midis tyre dy identiteteve të mëdha, dhe është menduar dhe ky si opcion që të lihet dhe një shtet i vogël për këta ortodoksët shqiptar që janë slavizuar nga gjuha, siç e thash për shkak të kishës. Kurse varianti tjetër është që gjithë Maqedonia ty në atë që quhet arksigjeta myslimane ballkanike, ky është opsioni më pak i mundshëm. Arksigjeta myslimane ballkanike ka formën e një gjysmarku të shigjetës dhe fillon nga Bosnia myslimane, vjen në Sandžak. Sandžaku do shkëmbehet me Republika Srpskan, dhe e cila do bashkohet me Serbinë. Serbia do gjendet një pretekst për të sulmuar dhe për të kantonizuar, për të bërë federat, ku një do jetë Vojvodina, një do jetë Nishi, një do jetë Beogradi, një do jetë Republika Srpska. Dhe ky ka qenë plani i Kabalës për ta mbajtur Serbinë në thundrat e saj për shkak të orientimit pro-rus që kanë serbët dhe që Kabalës kjo nuk i pëlqen. Të shohim tash se çfarë mund të ndodhë në Bosnjë. Kanë filluar konfliktet, Kabala ose NATO-ja ka dërguar mbi 300 tanke këto ditë në Bosnjë, në pritje të ndonjë anarkie që mund të ndodhë, të cilën këta duan ta kontrollojnë, nëse do lejohet që Bosnja të ndahet dhe në moment Sandžaku do kërkojë pavarësinë për të bashkuar me Bosnjën myslimane dhe me Kosovën. Por ekzistojnë disa fenomene rrugës që do rregullohen, sepse Bosnja myslimane në fakt është i rrethuar nga një rip i ngushtë i Bosnjës serbe dhe e ka izoluar nga Sandžaku mysliman, pikërisht mos lejonin këtë arksigjetën myslimane ballkanike. Por kjo do çahet, do prishet me pak luftë dhe do ketë një bashkim dhe ata serbët që jetojnë në atë korridorin e ngushtë që kanë rrethuar Bosnjë myslimane, do të prishet dhe nuk do t'i njetë Republika Srpskas për ta marrë me vete në bashkimin me Serbinë. Gjithë ai rip i ngushtë do shkatrohet dhe do merret nga me ardhen me ardhen e Donald Trumpit në pushtet, po flitet që domethënë do të kemi edhe lirimin e ish-presidentit Hashim Thaçi. Por kjo është një paradoks në vete për arsye se ishte Trumpi në pushtet kur Hashim Thaçi u arrestua nga gjykata e Hagës. Mirë, Trumpi nuk kishte kontroll mbi gjykatën e Hagës, gjykatën e Hagës e kishte Kabala në kontroll,
dhe ishin të njëjtët gjyqtarë, Smithi që ka qenë kundër Thatchit, që ka pasur padi dhe kundër Trumpit, dhe Trumpi nuk mund të ndikonte dot mbi ta. Madje mund të them që Thatchi është dënuar pse pranovi të shkonte në shtator të 2019-s, pse pranoi dhe Kabala i ka thënë që ai nuk duhet shkojë që të jap Trumpit akses dhe një rritje të fuqisë në qoftë se ai do realizonte këtë marrëveshje paqe që ishte një pikë nxehtë e globit para opinionit publik 3 muaj para zgjedhjeve. Do ishte një kartë e fortë e Trumpit që do ta përdorte. Mirë po këta jo më kot, atë ditë që ai u nis i shpallën atë urdhrin e kërkimit nga ajo aga në Vjenë në mos gaboj, dhe në bisedime iku vetëm Abdullah Oti, kundër të cilit s'ka pasur ndonjë gjë dhe s'ka pasur ndonjë mjet si ta kërcënonin, sepse ata nuk kanë dashur që askush nga Kosova të shkonte në bisedime. Edhe Vučićin Kabala uren sepse e tradhtoi Kabalën duke shkuar në bisedime, sepse këtë gjëja ka kërkuar Putini, i cili ishte dakord që të bisedoheshe dhe të krijoheshe një marrëveshje paqe nëpërmjet shkëmbimit territor. Pa do të kemi lirimin e presidentit Hashim Thaçi me tani më që është i njëjti njeri që unë e ka akuzuar dhe Hashim Thaçin edhe Donald Trump që është Jack Smith? Kjo do të varet nga kontrolli mbi gjykatën ndërkombëtare të Hagës. Nëse Trumpi do të krijojë një shumicë atje me njerëzit e vet, do të arrijë të krijojë një shumicë, atëherë sigurisht që ai do kërkojë për shënderin e tij që të kërkojë lirimin e financimit, nëse s'gaboj më duket ja ka ndalë gjykatës Hagës, apo nuk e kanë nënshkruar ende urdhrin. Po kanë presione të ndryshme që i bëjnë njëra tjetrës për ta kontrolluar gjykatën e Hagës, dhe janë në bisedime, negociata. Nuk dihet se si do të shkojë fati i gjykatës Hagës. Çka do të duhet me politikën në Shqipëri dhe në Kosovë, sa ka? Do të kemi domethënë krimin e qeverisë Kurti 3 me ardhmën e Trumpit për shtet, duke i ditë që raportet Kurti Trump, konkretisht Kurti Grenell janë raportet. Shiko, unë mendoj që Trump e duart roket një lloj rebelimit të Kurtit ndaj Kabalës. Sepse gjithë të vite që Trumpi ka qenë në opozit në Shtetet e Bashkuara, Albini ka treguar një lloj pavarësie ndaj kërkesave që i kanë bërë këta ndërkombëtarët, dhe ai ndoshta e shikon me simpati për këtë çështje, kurse Grenelli, për mendimin tim, është dritë shkurtër dhe e shikon më thjesht situatën, kurse Trumpi e shikon më të... A ka ndikim Grenelli tek Trump? Shiko, Trump nuk pyet asnjë. Trump gjatë bisedave me këshilltarët i aprovon për çdo gjë që i thon ata, dhe në fund kur ata i japin një zgjidhje, ai ju thotë jam shumë dakord, dhe vetëm të nesërmen shikojnë që ai jep një zgjidhje tjetër të kundërt nga ajo që kërkonin ata. Pra Trumpi është i paparashikueshëm. A do të kemi qeverinë Kurti 3 si mos të jetë Cako? Shiko, këta të Evropës do përpiqen ta ndalojnë Albinin, sepse e dinë që Albini nuk ju bindet për çdo gjë, dhe nuk e duan, nuk e shikojnë me dashamirësi, por them që do të ketë një ndryshim të sjelljes nga Michael Rubio mbi Albin Kurtin, dhe do ta shikojë si partner në Kosovë, dhe unë mendoj që ambasada amerikane, tash që u caktua dhe një shqiptar aty në mos gaboj me origjinë nga Kosova, apo jo, si ambasador, do të ndikojë për afrimin e Albinit me Trumpin, por ky do të jetë një afrim i vështirë për shkak se Trump është shumë pranë Putinit. Pra, do të ketë marrëdhënie shumë fleksibil. Afrimi i Trumpit me Putinin do të ndikojë negativisht në marrëdhënien Kosovë-Serbia, do të kemi një... Nuk e besoj, sepse toka e Kosovës është një tokë kryesisht amerikane, pasi Shtetet e Bashkuara me borxh kanë paguar $45 miliardë gjatë kohës së luftës, dhe ai territor tashmë shikohet si një territor amerikan brenda Evropës. Dhe mund të them që Kosova mund të jetë i vetmi vend që sido që të ndahet Evropa me Amerikën, se mund të hyjë në luftë Evropa me Amerikën. Evropa mendon të armatoset to 2 vjet dhe të sulmoj Rusinë.
Trumpi nga ana tjetër mendon që në një moment të tillë të përshtatshëm të sulmoj Kanadan dhe Groenlandën. Groenlandën është duke e marrë shumë shpejt. Pra do hyrë në luftë me familjen mbretërore daneze. Po Danimarka, sot gjithë vendet e Evropës janë shumë të bashkuara kundër Amerikës, nga globalistët janë në unitet dhe këta të gjithë të bashkuar do reagojnë kundër Shtetet e Bashkuara dhe s'është çudi që më vonë të ketë dhe një luftë midis Evropës dhe Shtetet e Bashkuara. Pra do të kemi qeverinë Kurti 3, sipas teja? Dhe në qoftë se do arrit t'i bëj mbi 60 mandate, që mund të shkojë 61 me gjithë Fatmir Limajn, me vështirësi të mëdha, në qoftë se do të realizohet kjo dhe s'do kem presione këta 10 përfaqësuesit e këtyre grupeve të vogla jo serbe që janë në Shqipëri, në Kosovë, do të në qoftë se do të bëhet qeveria, do të jetë një qeveri shumë e brisht, sepse secili do të ketë tekat e veta dhe duke ditur që largimi i njerit mjafton të prishte qeverinë, atëherë këta do ta shfrytëzonin për përfitime personale maksimaliste, sepse raste të tilla t'jepen rrallë në jetë dhe Albini për të mbajtur pushtetin do detyrohet të bëjë shumë lëshime në një rast të tillë hipotetik, çka do ta dobësoj shumë si kryeministër dhe do të arrihet asociacioni i komunave në shkrimin e tij me ordën e Trumpit? Trumpi kërkovi dhe në bisedimet e para që bëri mes Abdullahotit dhe Vučićit që të ketë shkëmbime territoriale me qëllim që Serbia dhe Rusia të pranojnë vetëvendosjen e shqiptarëve. Por kjo do bëhet me shkëmbim territorësh, do sa do marrin aq do japin. Në qoftë se bëhet fjalë për 1000-1100 km2 në ato 3 komunat e Veriut, po aq do japën në zonën në luginën e Preshevës, Medvegjë, Preshev dhe rrethinat e Bujanovcit. Dhe njëkohësisht shqiptarët do të kontrollojnë edhe një prej segmenteve të autostradës që lidh Beogradin Nishin dhe Greqinë në atë territor. Dhe kjo do të jetë një gjë pozitive. Nëse nuk vjen realisht, edhe hipotetikisht nëse nuk vjen Albin Kurti në pushtet, kush sipas jush është më afër ta marrë pushtetin apo ta themeloj qeverinë Kosovë? LDK apo DK? Po, kushtetuta e Kosovës një edhe vendin e dytë, por problemi është që nuk ka lënë afate që vendi i parë të ketë afate për të krijuar qeverinë dhe pastaj ta marrë vendi i dytë. Dhe me këtë fakt Albini po luan edhe po punon ngadalë, sepse qeverinë në fakt e kontrollon ai dhe avash thot derisa A është njëri ka boles me Albin Kurti? Duke ditë raportin e mirë ti me djalin e George Soros, Alex Sorosin? Nuk besoj që Albini ka dënet përbashkët me këtë grupin tjetër që shkonte nga Shqipëria dhe edhe Vučići dhe Albini kanë dendur me Aleksandr Sorosin si gjarpri në ngurë, të dy nuk e kanë dashur. Do me thonë, Albin Kurti ka dhe raportet e mira me anglezët. Po thuaj se janë të vetme që e pranojnë në për takime vinë, dhe me thonë ka qenë edhe në Kosovë nëse s'ka bëj prej kryeministrit të Anglisë tu ka qenë dikush. Politika e Anglisë është pak e vështirë për tu kuptuar, sepse... Po ka raportet mira, Albini? Atëherë i shtohen shanset për të bërë qeverinë, nëse vërtet britanikët duan Albinin në krye të qeverisë. Po këtu në Shqipëri? Çka kemi duke di që këtu në Shqipëri pushteti i Sorosit ka rolën e farforme, a do të bie edhe pushteti i Ramës? Jo, pushteti i Sorosit nuk bie kollaj se ata janë shumë të fuqishëm dhe në hije. Po sepse kanë burime të mëdha financiare, kanë networkun e tyre. E ka fjalën ndikimi i tij në shtetin amerikan pak a shumë ka apo jo? Në shtetin Amerikan. Po, në shtetin Amerikan ka rënë, po jo në Amerikë. Në Amerikë kanë shumë pushtete, ata kanë institucionet të shumta, janë antarë të kompanisë më të madhe, janë aksioner kryesor në kompania BlackRock, Vanguard, ata janë shumë jashtëzakonisht të fuqishëm. Në zgjedhjet në Shqipëri? Në Shqipëri, unë e lexoj këtë tabellën e shahut këtu tonën, e lexoj që do të ketë një konfrontim
nga ndërkombëtarët, siç kanë qenë të bashkuar deri dje, do përpiqen të kontrollojnë atë institucionin që certifikon zgjedhjet, që janë OSBE ODIHR-i, secila dhe Evropa dhe Amerikanët. Në këtë interferim mund të futet edhe Rusia nëpërmjet mënyrave të saj për të ndikuar kundër Edi Ramës, të cilit nuk ja fal atë qëndrimi radikal që ka mbajtur kundër Rusisë gjatë kohës fillimit të luftës dhe sidomos në OKB, ku Edi Rama mori një sfidë personale dhe ambasadorit të tij gjatë kohës që Shqipëria ka qenë anëtare përhershme e Këshillit të Sigurimit për një periudhë të shkurtër kohore, 1 vit, më duket, 2 vjet, nuk e di sa ka qenë. Dhe ambasadori shqiptar atje dhe Edi Rama, kur vajti në një seancë aty, u përball me atë përfaqësuesin rus në Kombet e Bashkuara në Këshillin e Sigurimit. Dhe njëkohësisht kur filloi lufta në Ukrainë, Shqipëria ishte kryetare e OSBE ODIHR-it, Edi Rama ishte kryetar dhe shkoi në afër frontit të luftës ku bëri propagandë kundër Rusisë dhe mori disa atu dhe përdori disa lloj prerogativash ligjore që kishte në mënyrë të panevojshme kundër Rusisë, duke qenë që ne jemi një vend i vogël dhe ai duhet sillesh mbi bazën e peshë specifike që ka Shqipëria, sigurisht duke u lidhur në krahun perëndimor kundër Rusisë, por ne nuk duhet të harrojmë një gjë, se njerëzit njohin vetëm Rusinën si armike të shqiptarëve, por në fakt për të kurrjen e Shqipërisë është konferenca e ambasadorëve në Londër, ku vendimet kryesore i ka marrë Anglia bashkë me Francën kundër Gjermanisë për ta izoluar dhe për këtë bën aleate Rusinë. Dhe në qoftë se areali shqiptar ballkanik i ngjan një burgu të madh për 100 vjet ku shqiptarët u shtypën këtu nga komunizmi, ande nga titizmi dhe nga serbët, në qoftë se shikojmë si një burg të madh, në këtë burg xhelatët ishin slavët, serbët dhe rusët, dhe burgun e kontrollonin francezët, por pronarët të burgut ishin anglezët, britanikët. Dhe ne duhet të shikojmë të lidhura këto 3 element, po njerëzit shikojmë vetëm atë xhelatin aty dhe thonë ky është armiku jon, por nuk e dinë që xhelatin e ka urdhëruar dikush tjetër, atë dikush tjetër, kupton? Pra këta 3 element kanë qenë armiqtë kryesor të shqiptarëve, por këta të perëndimit tash ndryshuan, vetëm Shtetet e Bashkuara kanë qëndruar në fakt gjithmonë në krah të shqiptarëve për 100 vjet. Po ti shoh dur derisa po shpjegon sa ka, është e vërtetë që në dorë e kemi të shkruar fatin e jetës? Po ekziston një lloj si mund ta quajmë shkencë e leximit të dorës, ku ka njerëz që janë profesionistë mbi bazën e vijave, ata mund të përcaktojnë temperamentin, karakterin, por edhe realizimin e aspiratave që ka një njeri në jetën e vetë sa i aftë. Po do të thonë lexojnë me bazë vijave? Po mbi bazë të vijave. Njerëz të ndryshëm i kanë vijat të paksa të ndryshme, krijojnë disa lloje. Po unë ti tash të kem vija të ndryshme, ha? Po, sigurisht që janë të ndryshme. Ja, unë për shembull këtu kam 2 vija, i kam të shkëputura. Unë i kam të shkëputura, këtu kam vi jo shumë të lidhura. Po, unë nuk jam do një si madh i këtyre. Kam lexuar kështu, po tash nuk i mbaj mend. Kam lexuar shpeshherë. Po ta dinja që do ma bëj një këtë pyetje, mund të updatohesh atash, nuk i mbaj mend. Çka me që jemi tek këto tema, domethënë që interesojnë shumë njerëzve, a është e vërtetë që në të ardhmen e njerëzimit do ta kemi një urë, siç është nëse s'gaboj kom po tek filmi Matrix, nëse s'gaboj, që do të kemi mundësi një urë biologjike do të blemi jetë me ta? Po, avancimi i inteligjencës artificiale dhe avancimi i përpjekjeve të atyre që kontrollojnë inteligjencën artificiale për të sklavuruar njerëzimin, mund ta bëjnë, ata na i parathonë neve gjërat me filma, ne na duken në fillim si fantashkencë, por kur kalojnë disa dekada, shikojmë që ata i realizojnë dhe Pra ka mundësi ta kemi një urë, domethënë që do të blejmë jetë me to? Po, mbi bazën e
aftësive tona, ashtu si që kemi paret në numrat e llogarive sot, me ato pare do të kemi mundësi të blejmë jetë. Ky është mesazhi që jepet nga filmat, nuk e di nëse do të realizohet apo jo. Pa ka shumë gjëra që janë përflit në për filmave që ka ndodhur në realitet. Po, sepse ata që bëjmë filmat janë pjesë të vllazërive sekrete, regjisorët dhe pronarët e këtyre kompanive të fuqishme. Po ata qipa që u flet që do të na vendosin kur do të kemi. Ata synojnë të na vendosin në fund të vitit 2030, por shpeshherë nuk ju realizohen planet fiks. Ka raste që kur ata bëjnë ndonjë hap mbrapa, përpiqen pastaj të bëjnë 2 hapa përpara. Por gjithë qëllimi është që nëpërmjet çipave të kontrollojnë jetën tonë, për shkak se nuk do kenë më nevojë për polici sekrete për të ruajtur. A mund të kontrollojnë ndjenjat, emocionet e njerëzve? Po këta po përpiqen që këta ta bëjnë me robotin. Deri tash nuk kanë mundur, por zhvillimi i teknologjisë inteligjencës artificiale po ecën me një shpejtësi sipas vargut gjeometrik, kurse njeriu zhvillohet shumë ngadalë në evolucionin e vet intelektual dhe fizik. A do të kemi edhe shkatrimin e fejve të sakon? A do të mund të mbjetoj kohës feja? Është një projekt që të shkatrojnë këto besimet fetare që janë tashi. Ka kohë që punohet për këtë, punojnë si krerët fetar të krishtërimit katolik, që është papa, ashtu dhe krerët e tjerë të islamit dhe të ortodoksizmit, dhe duan të bëjnë një fe të re. Për këtë do të përdorin shumë këtë... Cila është feja që përdojnë me bëhë këta? Teknologjinë artificiale. Nuk e di se si e quajnë Krislam. Kështu e quajnë, do bashkimi krishtërimit dhe islamit. Po, a? Po, kështu e quajnë Krislam. E ku me besu do të jetë fe monoteiste sikur që janë këto, apo të ndryshe? Po, këta do përpiqen që të bëjnë në këto shfaqjet nëpërmjet teknologjisë artificiale, të Jezusit nga qielli dhe... Po, programi Blue Beam, a? Po, programi Blue Beam, edhe ai do dalë atje dhe do flasë, do thotë këto fetë kështu, këto tash duhet, kjo është feja e vërtet. Kur do ndodhë kjo? Po, ata përpiqen që të gjitha t'i bëjnë me agendën 2030. 2030? Po, dhe një nga hapat kryesorë që do t'i ndihmojë ata nëse do ta realizojnë, është sipërmarrja që kanë filluar për të krijuar paranë digjitale. Në fillim do thonë që do t'i përdorni vetëm me kartë, nuk ka problem. Pastaj do të thonë që kartën duhet ta keni këtu, ke mikrochipi. Këtu do keni gjithë informacionet e tjera dhe dhënat tuaja përballë shtetit dhe institucioneve shtetërore kur të lëvizni. Do keni pasaportën tuaj biometrike, do keni kartat e kreditit, patentën e kuedium, gjithçka do t'i keni këtu të dhëna dhe kjo do t'ju ndihmojë edhe për të realizuar lehtësinë jetën tuaj, të hapni makinën nga lart, kontrolloni kamerat në shtëpi, nëse bie ndonjë zjarr ose kur lini fëmijët, ose dhe krahas këtyre gjërave të mira, ata do realizojnë atë shoqërinë e Big Brotherit, që është kontrolli i njerëzimit nga një sy vetëm. Nuk do kenë nevojë të më ndjekin mua, kë do takoj me cilin do ri, sepse nëpërmjet mikrochipit ai është dhe mikrofon dhe mund të përgjojnë dhe bisedën çfarë flet, edhe bisedat intime mund të marrin vesh qofse ti shkon me bën një tradhti bashkëshortore, ta përdorin atë pastaj për të si shantazh, ose qofse ke të dashur ti ta kontrollojnë gjithë jetën tënde me kë shkon. Do të vi një kohë që do ndalohet, qofse këta do realizojnë këto qëllime, do ndalojnë ekzistencën e familjes dhe të brezave me njëri tjetrin. Fëmijët, çiftimi lindja e fëmijëve do të bëhet nëpërmjet këtyre laboratorëve, këtyre krijimit të mitrave artificiale që kanë filluar të bëjnë. Do të ketë kampingje për fëmijët me dërgu? Po, nuk do të ketë nevojë, do thonë më pas, për kontakt seksual për të lindur fëmijë. Kontakti seksual do paraqitet pasaj si një shkelje, si një tabu.
mund të nxjerrin ligje nga më të ndryshmet dhe fëmijët që do të lindin do të rriten në për kampingje të mëdha dhe do të jenë pothuajse është një libër që është shkruar për këtë nga një nga mostrat që ka mbaruar këtë shkollën e Oxfordit dhe ka bërë një libër bota The New Brave World, bota e re e guximshme, dhe ky është Aldous Huxley, i cili aty që në hapje të librit tregon se si nga një pikë sperme prodhoheshin në këto laboratoret, në këto mitrat e shumta, prodhoheshin me mira fëmijë të ngjashëm si binjakët, si fotokopje, dhe të gjithë do dalloheshin vetëm nga një numër që u viheshe në kokë dhe nuk do kishin me emra, po do kishin vetëm numra dhe këta do përdoren, do edukohen nga shteti distopian orwellian që këta e kanë, po të gjithë do mikročipohen sa po të lindin dhe do kontrollohen. Qofse ti thua diçka kundër Big Brotherit, kundër syrit të ciklonit që të kontrollon, atëre ti mund të ekzekutohesh një gjumë nëpërmjet dërgimit të një vale me frekuenca të larta, nga këto 5G, 6G, ta dërgoj një gjumë të personalizuara sipas numrit mikrochipit që ke, dhe njeriu vdes në gjumë, njerëzit nuk e kuptojnë, thonë dish ira infarkt ose ira. Pra, këta do të shkojnë drejt depopullimit dhe drejt kontrollimit. Do përpiqen të bëjnë një shtet qendror në Izrael me kryeqytet Jeruzalemin, ky është plani i këtyre. Po që të bëjnë këtë që të kontrollohet gjithë bota nga ky shtet, ka nevojë për rritjen e territorit dhe këta duan të kapin territorin nga Nili deri në Tigër dhe Eufrat. Janë dhe ato dy vijat që ka flamuri i Izraelit lart dhe poshtë. Poshtë është Nili, lart është Tigri. Dhe këta përveç saj rritjes territorit për të kontrolluar botën kanë nevojë dhe të zvoglojnë njerëzimin dhe botën. Dhe këta duan të realizojnë duke i çuar popujt drejt një lufte bërthamore, për të ndodhur goditja bërthamore në të gjitha zonat. Në Amerikën e Veriut ata duan ta shkatrojnë komplet. Evropën perëndimore duan ta shkatrojnë komplet. Kemi po shpeshherë që përflitet edhe në për emisione ndryshme. Kinën duan ta shkatrojnë komplet. Dhe ata duan të lënë përsëri vetëm me zeun, si një qendër ku mund të kemi dhe ne fatin që të mbijetojmë nga këto goditjet bërthamore që ata planifikojnë, por që me dëshirën e Zotit themi që ky plan i këtyre njerëzve që bëjnë plane kundër Zotit të dështojë përballë planeve. Kemi po shpeshherë që paraqiten UFO, domethënë kemi po video të ndryshme nëpër YouTube, çka ekziston fakte Karina B51? Pse nuk i lën njerëz të afrohen atje? Po mos vallkon ndoshta UFO atje apo? I pari që kam botuar unë libra për zonën 51 është shtëpia ime botuese. Helga Sikras po. Po Helga Sikris, kam botuar disa libra për këtë. Çka fshihet pas? Mendohet që janë disa kate në një shpellë të madhe natyrale. Nga njëra anë janë zyrat dhe të kuarterat e racave aliene dhe nga ana tjetër janë zyrat e racave njerëzore të shtetit amerikan. Dhe në katet poshtë kanë zyra të përbashkëta ku bëjnë eksperimente eugenike për të krijuar lloje të ndryshme racash inteligjente, për shembull peshk me njeri, kal me njeri, dhe ato që ne kemi parë dikur që janë në këto Pegasot, një kal me flatra duke fluturuar si zok. Janë në këto centaurët ku një kal është me kokë njeriu, ose ku e di unë janë këto luanët me kuajt me koka luani, ose domethënë këto nuk janë fantazi, rivendosje të mëdha janë bërë vazhdimisht në tokë. Krijuesi çdo gjë mund t'ju fal njerëzve, vetëm ndryrjet gjenetike nuk ja u fal. Shkuarja sipas me kundër krijesave që ka krijuar Zoti konkretisht kundër njeriut, filloi me vaksinën mRNA të Covidit, e cila ishte një pandemi organizuar nga elitat, të cilat me shpikjen e vaksinës mRNA, e cila është një shfletues që lexon kodin gjenetik dhe është sintetike, jo biologjike, jo organike,
dhe kjo krijon një ADN sintetike në trupat e njeriut. Kjo ka filluar të jap efektet negative ashtu siç ne kishim thënë dhe gjatë gjithë kohës së pandemisë, dhe që unë njerëzit i kisha këshilluar që të mos e merrnin vaksinën. Sot efektet negative kanë filluar të jepen në lidhje me këtë. Çka fshihet konkretisht përveç asaj, domethënë tek Arena BPS-n, pse njerëzit nuk i lënë të afrohen aty? Po si lënë, sepse është ky plan dhe aty ka pasur një herë dhe një luftë sipas tregimit që ka bërë një nga këta pjesëtarë, s'e mbaj mend emrin, kemi bërë dhe një emision këtu në Okult, në podcasti im Okult me atë s'po më kujtohet emri i tij. Ai ka dhënë një intervistë për luftën që është bërë në zonën 51 midis jashtëtokësorëve dhe ushtarakëve të Shteteve të Bashkuara, ku të gjithë ushtarakët janë vrarë dhe kanë mbijetuar, mos gaboj, vetëm 3, po njeri ka folur dhe ka treguar se çfarë ka ndodhur, dhe ky është gjetur i varur në shtëpi me një çorape najloni grashu, e kanë gjetur të varur dhe nuk dihet arsyeja e vdekjes së tij. Unë e kam byt. E kanë vrarë. Nuk dihet, kishte edhe depresion për shkak të kërcënimeve që merrte për të mos folur. Dhe ai megjithatë ka folur dhe bisedat e tij janë në internet. Schneider e ka Phil Schneider. Po pas Antarktidës, atij murit të akull të Antarktidës, çka fshihet? Ca ka fshihet diçka? Po është një mur rrethor i cili rrethon gjithë tepsinë e tokës së sheshtë, qofse mund ta shprehnim kështu. Dhe ne jemi, sipas teorisë së tokës së sheshtë, ne jemi të mbyllur në një firmament të madh, pra jemi të mbyllur si në një tenxhere. Dhe këtu brenda është krijuar habitati për të jetuar. Nuk dihet se kujt i shërben jeta jonë, mundet që ata që kanë krijuar këtë habitat, mundet që shfrytëzojnë energjinë tonë, të cilën edhe mund na i thithin sipas disa teoricienëve të konspiracionit, duke përdorur henën si një platformë dhe ku janë vendosur aparatura të cilat thithin gjithë energjinë që prodhojnë, domethënë thithin energji nga trupat tanë, jo të gjithë energjinë, po thithin vazhdimisht energji nga trupat tanë, të cilën e përdorin si paketa ushqimore, sipas teoricienëve të konspiracionit, për këta, pra ne na përdorin siç përdorim në një vaskë me peshk, që i rritim, i ushqejmë dhe në fund të ushqehemi me peshqit. A ekziston një butë tjetër pas murit të Antarktidës? Flitet që ekziston një butë shumë më inteligjente. Janë shumë vaska. Janë shumë vaska të vendosura në të njëjtën platformë. A është e vërtetë që Hitleri ka pas bazën ushtarake, një nga bazat ushtarake të Hitlerit ka qenë atje? Flitet që në Antarktidë Hitleri ka patur komunikim me këto racat aliene dhe ka pasur disa baza ushtarake të futura në fund të Antarktidës. Është dhe një mision i admiralit Evelyn Byrd, i cili ishte admiral i Shtetet të Bashkuara dhe është përpjekur të shkonte atje, mirë po ai ka treguar në kujtimet e veta se anijet e tij u goditën në një ishull poshtë Argjentinës, në ujërat afër Antarktidës, anijet e tij luftarake u goditën disa prej tyre, kurse ato që ishin civile me personel nuk u goditën nga disa mjete luftarake fluturuese që kanë dalë nga uji. Edhe ka vazhdimisht, kemi po video që dalin disa mjete. Po, bota është e çuditshme, kur ne nuk mund të themi që e njohim botën, mua më vjen për të qeshur, ne nuk dim henën sa larg është dielli, nuk e dim. Ata thonë 150 milion kilometra, thonë dielli larg. Dielli mund të jetë vetëm 5000 kilometra larg. A rikthehemi pak tek showbizit, domethënë Dua Lipa është këngëtare shqiptare me famë botërore që ka një ndikim të jashtëzakonisht madh në botë, veçanërisht në showbiz. A mund të jetë një kandidate për ndonjë kryeministre të Shqipërisë apo të Kosovës, apo të kemi hyrjen e saj në politikë sa ka? Është vërtet që Dua Lipa është një këngëtare e famshme, ka pasur disa këngëtare me origjinë nga Kosova, të cilat
janë bërë të famshme në perëndim në botën e showbizit, siç e përmendët dhe juve, dhe një nga këto është Dua Lipa, po ka qenë dhe kjo që ishte në anglik, Rita Ora, është kjo Bebe Rexha, po janë këngëtare nivelit të lartë, po më vjen mirë që Rita Ora, kjo Dua Lipa, nuk është përmendur në ato skandalet e P. Diddyt dhe e ka krijuar famën e saj ndoshta në mënyrë natyrale dhe të kontrolluar nga babai i saj, nga familja e saj, dhe familjet shqiptare dihet që janë familje radikale dhe kujdesen për edukimin e fëmijëve të tyre, dhe brenda atyre nuancave të lejushme të botës së showbizit, ata duke se i kanë mbajtur në kontroll, domethënë flas për Dua Lipën, dhe më ka ardhur sinqerisht shumë mirë që deri më sot paktën nuk e kam parë ndonjë shqiptare të përfshirë në ato skandalet e mëdha. A do të kemi hyrë në sojnë politikë sa kohë se flitet e vazhdim? Nuk e di, mund të them se s'di ndonjë gjë dhe çdo gjë ndoshta është e mundur, po ti e the pari që në një bisedë që kishim ne që nuk mund të bësh dhe futbollist, dhe ciklist, dhe koton. Unë mendoj që njerëzit më të zot janë politikanët e karrierës për të bërë politik, dhe sidomos kur politikanët e karrierës kanë një ndërgjegje kombëtare dhe një dashuri për popullin dhe vendin e tyre, punët ecin mirë. Megjithatë, në vende të vogla, politikanët nacionalist shpeshherë luftojnë dhe ju krijojnë konjunktura të tilla që turmat që nuk i kuptojnë bien pre propagandës dhe i përmbysin, dhe shpeshherë këta përfundojnë në mënyra tragjike sepse ju kundërvijnë globalistëve. E përmendë Pavdedin më herët, domethënë çka u bë me atë punën e tij, çka me atë skandalin që i dol? Me kë? Me Pavdedin, u zhduk skandali shumë shpejt, domethënë. A dihet më për fotën e tij? Shpeshherë kemi parë në këto rrjete sociale që ky Elon Musk ka thënë që do nxjerrim dosjen e P. Diddyt, po të njëjtën gjë ka thënë dhe Trumpi, i cili ka thënë që do nxjerrim shumë dosje të nxehta, siç është dosja Kennedit, vrasjes Kennedit, vrasja e Martin Luther Kingut Junior, vrasja e Malcolm X-it dhe disa njerëzve me ndikim, dhe ka thënë gjithashtu që do të nxjerrin dhe dosjen e Epsteinit dhe të P. Diddyt. Të shikojmë se çfarë do ndodh, po Trumpi në 100 ditë duket që ka bërë veprime shumë të dobishme për njerëzimin. Është përflitë sa që edhe Michael Jacksoni, këngëtari me famë botërore, domethënë e ka shkel kontratën, domethënë edhe besën e këtyre Illuminati dhe domethënë ka ikë prej tyre, ka ndruar identitetin dhe është gjallë. Po çdo gjë mund të bëj vaki, kjo është është botë e çuditërave. Bile flitet që një person që del pasir media është. Çudirat janë si nga krijuesi, ashtu dhe nga veprimet sekrete të forcave ndryshme njerëzore. Çdo gjë mund të bëj vaki, janë pak të çuditshme teke të ndryshme si të këngëtarëve të ndryshëm si ky në Amerikë, këngëtari i parë i rock and rollit me baseta këtu, si kishte ky Elvis Presley. Elvis Presley është kjo këngëtarja britanike që dish para 10 vjetësh që manda të flokët e ngritura lart, që s'po më kujtohet emri. Amy Winehouse? Po, Amy Winehouse. Dhe shumica prej këtyre kanë vdekur në një moshë 27 vjeçare, dhe është e çuditshme që vdesin në një moshë të tillë. Ka zera nga teoritë të konspiracionit që po për ato unë nuk pretendoj këtu të them që janë të vërteta apo jo, që thuhet që shumë nga këta këngëtarë kanë ardhur nga bota e nëndeshme, e qytetërimeve të nëndeshme, janë talente të mëdha, vinë, japin kontributin e tyre për të zhvilluar muzikën dhe pastaj largohen përsëri, dhe për ta thuhet që kanë vdekur për të shmangur këtë ekzistencën e botëve të tjera. Domethënë kështu thon konspiracionistë. Unë nuk marr përsipër të them se si është vërtet. Por disa, domethënë, tonele që gjetën tek
ata, domethënë izraelitët para disa vite që u gjetën tek priftrinë të Izraelit, ke por? Nuk di, s'kam djeni për çfarë bëhet fjalë. Nuk e di. Po, poshtë tempullit Solomonit, flitet shka tunele dhe mendohet sipas teorisë së Agartës, kontinentin në qendër të tokës. Unë kam botuar një libër Agarta, çfarë është Agarta, dhe flitet që ka disa tunele natyrale, të cilat i ka krijuar krijuesi për të si kanale të komunikimit të ujit nga poshtë lart në momentet të caktuara kur ndodh përmbytja dhe hapen edhe portat e firmamentit, dhe këto ndodhin kur Zoti kërkon të bëjë një rivendosje të madhe sa herë që njerëzit vendorën mbi kodin gjenetik të specieve. Kjo botë shpeshherë ka pasur rivendosje të ndryshme, ne mund të shikojmë si gjurmë të këtij qytetërimi dhe teknologjia ka qenë në oscilacione, njerë është rritur, njerë ka rënë, njerë është rritur. Sot ne mund të shikojmë dëndur në këto rrjete sociale ekzistencën e tartarisë dhe teknologjisë që ka përdorur tartaria, të ndërtesave të shumta që kanë ngelur si ndërtime me një arkitekturë të çuditshme që këta e quajnë stili gotik, po që në fakt është stili i ekzistencës së qytetërimeve të tjera, siç është tartaria. Madje flitet që rivendosja e fundit e madhe është vendosur para rreth 300 vjetësh, jo më përpara. Bota ka misteret mëdha. Po të shikojmë, kemi shumë trungje të mëdha gjigande, ku me satelitë dhe nga avionët janë fotografuar ekzistenca e trungjeve të mëdha, të cilat sot duken si shkëmbim, po kur i shikon me kujdes, janë trungje gjigande. Dhe në Bibël thuhet që Zoti para se të bënte përmbytjen e madhe, në fillim previ pemët gjigande, të cilat vinin nga 1000 ca metro të larta. Kjo nuk është për të qeshur, por është e vërtet. Dhe mendohet që në qytetërimet tjera, baza e ekzistencës së proceseve të djegjes nuk ka qenë oksigjeni, siç është sot. Se oksigjeni nuk shpenzohet. Oksigjeni vetëm hyn në një reakcion dhe del në një formë të caktuar. Ne thithim oksigjen dhe nxjerrim CO2. Pra oksigjeni përsëri ekziston, po lidhet me karbonin dhe del nga frymat tonë si një lëndë që ne e quajmë mbeturin të proceseve biologjike që zhvillohen në mushkrit tona. Dhe në atë kohë ka zera që ka qenë silici baza e jetës, që kurse sot silici është shumë me mangësi në planetin e tokës, janë zhdukur shumë nga gjurmët e silicit, ekziston me mangësi të mëdha, dhe ne kemi të nevojshëm që në trupin ton të kemi silic në ato përqindjet e caktuara, nga që mjekësia i di shkenca e mjekësisë, dhe ne silicin sot mund ta marrim nga shumë pak lëndë ushqyese, një prej cilave është hithra dhe bishti i kalit. Këto janë dy medikamente të shquara për përmbajtjen e silicit dhe që ne duhet t'i përdorim dhe janë të nevojshme. Pyetja e fundit, çka ka thua pak më herët gjatë bisedës që bënëm në lokal këto ofër studios tonë, thua që Kristofor Kolombo ka qenë shqiptar, me preordhë shqiptare? Kristofor Kolombi është gjenovez, por thash që është nga familja Colonna, që është nga familjet kryesore të Vatikanit. Janë familje që rrjedhin nga perandorët e Romës së lashtë. Familja Orsini është familja më e fuqishme sot ndoshta edhe në botë. Dhe njeriu më i fuqishëm në botë sot mbahet Pepe Orsini, i cili quhet dhe Papa Jeshil. Dhe nga familja Colonna rrjedh Kristofor Kolombi, dhe nga Kristofor Kolombi në Shtetet e Bashkuara, nga familjat Kolombi rrjedh familja Collins. Nga familja Collins rrjedh familja Rockefeller, e cila sot është ndoshta familja kryesore, një ndër kryesorët e Illuminatit, bashkë me Rothschild dhe familjet e Vatikanit, nga 5-6 deg të Vatikanit, dhe nga familja Colombo, unë me analizën time që kam bërë,
rrjedh gjyshja e Edi Ramës, mamaja e Kristaqit nga në babajt. Po që të e kuptohë që të bona pyetje? Po, këta Kolombët e Shkodrës janë të ardhur nga Italia dhe ju takon atyre ta tregojnë mënyrën se si kanë ardhur në Shkodër, se në Shkodër ka pasur në kalan e Shkodrës derisa ajo ram në 1478, mos gaboj, nga venecianët të cilët e kontrollonin, ranë dorën e Osmanëve, dhe shumë familje italiane mbetën në Shkodër dhe kanë mbjetuar korave. Dhe unë mendoj që një nga arsyet e fuqisë së Ramës është pikërisht lidhja e gjakut me Kolombot, sepse të gjithë Kolombët në botë kanë vetëm një origjinë, nga familja Colonna. Po kjo të historia... Dhe kjo është arsyeja që ata interesohen kudo, ku kanë gjakun e tyre, gjirizin e tyre, atë fisin e tyre, dhe mund të jetë urdhëruar ushtari i Rockefellerëve, që është George Sorosi, që këtu në Shqipëri ta aktivizonte një prej familjes Colombo, dhe ata kanë parë si më të përshtatshmin Edi Rama, tek i cili sintetizohen në mënyrë të përsosur dinakria, tradhtia, zgjuarësia, pabesia, inteligjenca e lartë për t'i kapur problemet dhe për të arritur optimumin, përullësia, për t'ju përullur më të fortit dhe për të putur dorën e më të fortit, me kushja i të mbetet mbi dallgë, tradhtia ndaj shokëve për t'i braktisur të gjithë, tallja, ironia, sarkazma, që ai ka në vetvete kundër atyre që i shikon si viktima në gjatë aktivitetit të përditshëm, duke i tallur në një mënyrë shumë serioze. Edhe për fund kjo historia nëse s'gaboj ti ke dëgju për historinë e George Washingtonit, presidentit të Shtetet Bashkuara të Amerikës, që flitet edhe përflitet gjithandej që e ka pas nonën shqiptare me preolën nga Peja, Maria Bale. Ka një histori, nuk e di sa është e vërtet, flitet që shumë njerëz në histori kanë dhe një gjak shqiptari, dhe kjo nuk ka ndonjë çudi, sepse ne këtu kemi vepruar në këtë lloj areali. Flitet edhe për maman e Elisabetës së parë, për shembull, që është një nga personazhet më të rëndësishme botërore, mbretëresha e Anglisë, e cila ka mbretëruar për një periudhë të gjatë në Britani dhe e bëri Britaninë lideren ose fuqinë më të madhe detare botërore dhe fuqinë politike dhe ushtarake dhe kulturore më të madhe në civilizimin perëndimor gjatë viteve 1555, 1605 në mos gaboj, dhe edhe ajo mund të ketë patur gjak shqiptari, sepse nena e saj kanë qenë disa tregtar me origjinë shqiptare që kanë qenë në Londër, dhe që babai i Elisabetës, Henry VIII në mos gaboj, ranë dashuri me të pasi kishte vrarë gruan e parë, për shkak se nuk i bënte djalë dhe nuk linte dot më, dhe martua me maman e Elisabetës, dhe një nga arsyet e ndarjes kishës anglikane protestante, në krye të cilët ishte kreu i shtetit, pra kishte të dyja, edhe kreu i shtetit dhe kreu i kishës, ashtu si dhe sultanin në Perandorinë Osmane, që ishte edhe kreu i fesë dhe kreu i shtetit. Ai u nda nga kisha katolike, për shkak se kisha katolike nuk lejonte ndarjen dhe martesën e mbretit me një grua tjetër, dhe trashëgimia mund t'i kalonte një pasardhësi të familjes, djalit vllajt ose çupës së vllajt ose çupës së tij. Dhe në fakt para Elisabetës, mbretërinë e mori një çupë e tij protestante që ishte Ana, pastaj Ana e burgosi Elisabetën gjysmë motrën e saj, dhe pastaj erdhi për shkak të disa rrethanave që u krijuan në Britani nga luftrat fetare, erdhi Elisabeta në pushtet, e cila mundi armadën që ishte ushtria më e madhe detare në botë e spanjollëve, dhe që në atë kohë Britania nëpërmjet, qofse këto janë të vërteta, u bë
do më thënë qofse është me gjak shqiptari, do më thënë një mbretëresh me gjak shqiptari, arriti të nxjerrë Britaninë nga një shtet feudal i prapambetur në një shtet shumë modern. Faleminderit shumë Çako që pranove intervistën. Faleminderit juve, ishte kënaqësi Sodri. Faleminderit. Shikuesve natën e mirë, themi kaq ishte për sonte, shihemi javë tjera.